Ka momente në jetë kur heshtja e Zotit duket më e fortë se çdo përgjigje. Lutjet nuk marrin përgjigje. Ditët kalojnë dhe asgjë nuk ndryshon. Dhe në atë heshtje lind një pyetje e frikshme. Po sikur Zoti të më ketë harruar? Por çfarë nëse ajo heshtje nuk është mungesë? Po nëse është përgatitje për diçka që do të ndryshojë gjithçka? Sot do të dëgjosh një histori. Një dëshmi reale, ku gjithçka dukej e humbur. Por brenda 24 orëve ndodhi një mrekulli që askush nuk e priste. Dhe në fund mund të kuptosh se kjo histori nuk është rastësi që po e dëgjon. Ajo nuk ishte gjithmonë kështu. Dikur, lutjet e saj ishin plot besim, plot shpresë, plot jetë. Por tani gjithçka kishte ndryshuar. Çdo mëngjes zgjohej me një ndjenjë të rëndë në kraharor. Si një peshë që nuk largohej kurrë. Problemet nuk ndaleshin. Parat nuk mjaftonin. Dhe çdo derë që trokiste mbyllej. Por ajo që e dhembte më shumë. Nuk ishte mungesa e përgjigjeve. Ishte heshtja. Një heshtje e gjatë e ftohtë, që e bënte të ndjente sikur fliste me boshllëkun. Një natë e ulur në dy sheme, me sytë plot lot ajo pëshpëriti. Zot, a jam unë e padukshme për ty? Dhe për herë të parë nuk ndjeu asgjë. As paqe. As shpresë. Vetëm zbrazëti. Por ajo nuk e dinte. Se pikërisht aty në atë pikë të errët, Zoti kishte filluar të vepronte në heshtje. Ditët vazhduan, por ajo ndaloi së luturi. Jo sepse nuk besonte më, por sepse ishte lodhur duke pritur. Ajo filloi të jetonte në heshtje. Një heshtje që nuk ishte paqe, por dorëzim. Por diçka e çuditshme filloi të ndodhte. Në momentet më të papritura, ajo ndjente një zë të brendshëm. Jo një zë i fortë, por një ndjenjë e qetë që i thoshte: mos u dorëzo. Ajo e injoroi në fillim. Mendoi se ishte thjesht mendja e saj. Një iluzion për t'u ndjerë më mirë. Por sa më shumë që përpiqej ta shtypte, aq më shumë ai zë kthehej. Në autobus, në rrugë, madje edhe në heshtjen e natës. Ishte gjithmonë aty. Zëri i brendshëm. Dhe pa e kuptuar, ajo filloi të ndjente se ndoshta nuk ishte aq vetëm sa mendonte. Një mëngjes ndodhi diçka e vogël. Shumë e vogël sa që dikush tjetër do ta injoronte. Por jo ajo. Teksa po ecte në rrugë, një burr i panjohur i buzëqeshi dhe i tha: mos u dorëzo. Gjërat do të ndryshojnë. Ajo u ndal. Zemra i rahu më fort. Si mund ta dinte ai? Ajo nuk i kishte treguar askujt për dhimbjen e saj. Ishte thjesht një i panjohur. Por ajo ndjeu diçka ndryshe. Një ndjenjë që nuk mund ta shpjegonte. Më vonë atë ditë ajo pa një mesazh në telefon. Një varg që fliste pikërisht për durimin dhe besimin. Pastaj një tjetër shenjë. Dhe një tjetër. Gjërat ishin ende të vështira. Asgjë nuk kishte ndryshuar jashtë. Por brenda saj diçka po zgjohej. Një ndjenjë e heshtur që thoshte: Zoti nuk ka mbaruar me ty. Ajo u përpoq të vazhdonte si zakonisht. Por diçka kishte ndryshuar brenda saj. Nuk ishte një mrekulli ende. As një përgjigje konkrete. Por ishte një ndjenjë. Një ndjenjë e qetë që nuk largohej. Sa herë që mendonte të dorëzohej, ai zë i brendshëm kthehej përsëri. Prit edhe pak. Ajo filloi të ndalonte për disa sekonda gjatë ditës, thjesht për të dëgjuar. Dhe në ato momente, ajo ndjente një paqe të lehtë të papritur. Problemet ishin ende aty. Asgjë nuk kishte ndryshuar jashtë. Por brenda saj kishte një qetësi që nuk kishte qenë më parë.
Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ajo bëri një lutje të shkurtër. Zot, nëse je ende këtu, më jep një shenjë. Ajo nuk e dinte, por ajo lutje ishte fillimi i përgjigjes. Të nesërmen ndodhi diçka që ajo nuk e kishte planifikuar. Ajo mori një telefonat. Një numër i panjohur. Për një moment ajo hezitoi, por diçka brenda saj i tha: "Përgjigju." Zëri në anën tjetër ishte i qetë. Ishte dikush nga e kaluara. Dikush që ajo nuk e kishte dëgjuar prej vitesh. Ata filluan të flisnin. Fillimisht me kujdes. Pastaj më lirshëm. Dhe gjatë bisedës, ajo person përmendi një mundësi. Një derë që ajo nuk e kishte parë. Nuk ishte ende zgjidhja, por ishte një fillim. Kur mbylli telefonin, ajo qëndroi në heshtje. Zemra i rrite fort, sepse për herë të parë, ajo ndjeu se diçka po lëvizte. Pas asaj telefonate gjithçka filloi të ndryshonte ngadalë. Jo menjëherë, por mjaftueshëm për ta bërë të ndjente se nuk ishte rastësi. Një mesazh tjetër erdhi. Një mundësi e vogël u hap. Një problem filloi të zgjidhej vetë. Ishte sikur pjesët e një puzle po vendoseshin në vend. Dhe ajo filloi të kuptonte. Zoti nuk kishte qenë kurrë i largët. Ai kishte qenë duke punuar në heshtje. Në çdo detaj. Në çdo moment që ajo mendonte se asgjë nuk po ndodhte. Lotët i erdhën në sy. Por këtë herë nuk ishin lotë dhimbjeje. Ishin lotë shprese. Pastaj erdhi momenti që askush nuk e priste. Brenda 24 orëve gjithçka ndryshoi. Ajo mori një tjetër telefonat. Këtë herë ishte përgjigjja që kishte pritur për muaj. Një mundësi reale. Një zgjidhje konkrete. Një derë që u hap plotësisht. Ajo nuk mund ta besonte. Ishte shumë shpejt. Shumë e papritur. Dje ajo ndjehej e humbur. Sot gjithçka po ndryshonte. Ajo ra në gjunjë, me lot në sy. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ajo nuk pyeti pse. Ajo tha vetëm: "Faleminderit." Më vonë ajo mendoi për gjithçka që kishte kaluar. Dhe kuptoi diçka që nuk e kishte parë më parë. Heshtja nuk kishte qenë mungesë. Ishte përgatitje. Çdo derë e mbyllur kishte qenë një drejtim. Çdo lot kishte qenë një pastrim. Dhe çdo moment kur ajo mendonte se ishte vetëm, Zoti kishte qenë aty, duke ndërtuar diçka që ajo nuk mund ta shite. Dhe ajo buzëqeshi, sepse tani gjithçka kishte kuptim. Nëse edhe ti po kalon në për një periudhë heshtjeje, nëse ndihesh sikur lutjet e tua nuk po dëgjohen, kjo histori nuk është rastësi, sepse ndoshta ti je pikërisht në atë moment, momentin para mrekullisë, ku asgjë nuk duket se po ndodh, por gjithçka po përgatitet. Mos e humb besimin, sepse ajo që po vjen mund të ndryshojë gjithçka shumë më shpejt nga sa mendon. Ndoshta sot ti po ndihesh si ajo, i lodhur, i heshtur, duke pritur një përgjigje që nuk po vjen. Por dëgjo mirë, Zoti nuk të ka harruar. Edhe nëse nuk e sheh, ai po vepron. Edhe nëse nuk e ndjen, ai është pranë. Dhe ndoshta mrekullia jote është më afër se kurrë. Nëse e ndjen këtë mesazh, mos e injoro. Shkruaj në komente. E pranoj. Dhe beso se ajo që po vjen do të befasojë.